Nuk di shumë për programim, por kam mësuar mjaftueshëm sa të vrej diçka të rëndësishme me përvojën time të kufizuar në programim. Në fakt, përdor ChatGPT për të më ndihmuar. Jam shumë i mirë në pseudokodim, por sidoqoftë po zgjaten të ri. Në programim ekziston diçka që quhet variabël. Është si një vendbajtës. I jep një vlerë që programi të ekzekutohet ashtu siç duhet. Por nëse nuk e përcakton atë variabël siç duhet, funksioni i programi nuk do të ekzekutohet ashtu siç është menduar. Për mua, dashuria funksionon në të njëjtën mënyrë. Dashuria është një variabël që vetëm unë mund t'ja caktoj vlerën dhe duhet ta caktoj duke respektuar gjithçka që jam, që ta bëj të njëjtën gjë, saktë. Në këtë mënyrë, programi i realitetit tim funksionon siç duhet, shfaqet në mjedisin tim, në fushën time ashtu siç është menduar dhe ekzekutohet pastër, pa shtrembërime. Por ja ku është kurthi ku të gjithë pijem? A dashi i caktojmë kontrollëm? Sa i variable, ku në fakt duhet i caktonim dashurim. Dhe pastaj, kur programi fillon të funksionoj, nuk ofron as pak një program dashurie, por një program lidhjeje, apo ja, Android, iOS, Windows. Me të gjithë e dim shumë mirë se çfarë ndodh kur keni programe që ekzekutohen pa dashje në sistemin tuaj. Ato konsumojnë bandwidth të panevojshëm, si në CPU, ashtu edhe në RAM, dhe vendosin zbraz batarin. Kjo është arsyeja pse nuk mund të lejoj askëm tjetër të përcaktoj dashurinë për mua. Programi funksionon siç duhet vetëm kur është krijuar nga brenda.